pavarësisht se njerëzit kërkojnë të përçajnë njerëz me mentalitet të dobët, do thosha unë, këta që i quajnë veten të sofistikuar, por ndërkohë janë të mbushur plot ignorancë për brenda, sepse nëse je një njeri i lirë, nëse je një njeri i paqt, nëse je një njeri kaq i mirë, një njeri i rritur nga musliman, nuk do flisje si një islamofob. Dhe ndoshta ty të vjen keq nëse njerëzit e quajnë islamofob. Islamofob nuk është hyrje, islamofob do thotë kesh frikë nga muslimanët, dhe në fakt ti nuk duhet kesh frikë nga muslimanët, duhet kesh frikë vetëm nga Allahu, sepse nuk ka musliman që ndahen islamik apo musliman. Vetëm sepse ty dikush që të duket më i devotshëm, ke frikë prej tij, dhe dikush që të duket më pak i devotshëm, aty duhet kesh frikë pastaj. Tek ata që duken më pak të devotshëm, ose që s'janë fare të devotshëm. Kështu që unë nuk e kuptoj logjikën e urrëties.